Pas rreshjeve të fundit të dëborës që u shoqëruan me temperatura të ulta, të cilat ja lanë vendin më pas shiut, sollën dëme të konsiderueshme në frutikulturë, kryesisht tek çelja e kumbullës. Sipas fermerit Ibrahim Miraj, i cili ka mbjell parcela me varitete të ndryshme, shprehet se deri më tani më e prekur është kumbulla, zerdelia e kajsia. Krahasuar me vitin e kaluar, ai thotë se si vjet nuk do të kemë më prodhim për të shitur. Por eshet kanë zirë si problem, por ma problem ka sill temperaturët e ulët që marrin para 5-6 ditë, si shkon deri minus 7 gradë, dhe ditën e nesërme bryma, edhe pas nesërme që ka prish në kumullat e kajsia, si u themi, në kumullat e vogla, ka prish zerdelin, ka prish pjeshkën. Dhe sa kumullat e gjata, kumullat tropojane, për shembull si kjo, edhe qeshi nuk e ka prish, sepse on në çelje sipër, ja sa ka flut çele. Vetëm në lashtinë e vazhdueshme ose në temperatura ulët mund të ndikojë në to. Kryesisht cilat janë më të dëmtuar aktualisht tani? Është zerdelia, pjeshka dhe kumulla kajsi. Kumulla kajsi, ja për shembull të gjitha këto si e ka djegur. E ka djegur e ftoftë ose sidomos bryma. Dhe po ta shohësh për ta shkuar në shtë, ja si bien këto lulet. Ja kjo është e djegur, ja. Ka marrë ngjyrë kafe. Po morë të ngjyrë, ajo pas ka fuqi, s'ka si. Ka gjithë mundi që keni bërë për këtë. E prishi, ai temperatura e ulët e prishi. Prishi. Nuk shumë që të merrni një prodhim. Shpresim të kumulla e gjatë, kumulla tropojane, shpresim, inshallah nuk bie ndonjë borë. Bora nuk e bën shumë gjatë, por inshallah nuk ulën temperaturat. Aktualisht më e paprekur është qershia dhe molla.